Gjykata e posaçme ka shpallur vendimin për inceneratorin e Tiranës. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka është dënuar me 3 vite burg, por ka përfituar ulje për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për rrjedhoi dënimi i ul me 1 vit dhe për 2 vitet e mbetura izolimi rreth çështjes quhet i vuajtur. Por Kokës nuk i lejohet që të mbajë funksione publike për 5 vite. Megjithatë, pavarësisht shuarjes së masës për dosjen e inceneratorit të Tiranës, Koka do të vijojë që të qëndrojë në burg pasi është dënuar edhe për dosjen e inceneratorit të Fierit dhe Elbasanit. Fajtor për inceneratorin e Tiranës janë shpallur edhe 6 persona të tjerë, ndërsa një është shpallur i pafajshëm. Bledar Karoli është dënuar gjithashtu me 3 vite burg, por me gjykim të shkurtuar dënimi ulet në 2 vite, dënim të cilin e ka shlyer në paraburgim dhe për rrjedhoi do të lirohet nga qelia. I njëjti vendim vlen edhe për Taulan Tushen, por ai do të vijojë të qëndrojë në paraburgim pasi hetimet për dosjen 5D vijojnë. Namik Simixhiu është gjithashtu një tjetër person i përfshirë i dënuar me 3 vite burg, por që me gjykim të shkurtuar dënimi ulet në 2 vite dhe përpasoj mas arrest me burg shuhet. Edhe për Fatjon Muratin është dhënë njëjti vendim. Valbona Ballxhini është dënuar me 2 vite burg me gjykim të shkurtuar. Dënimi mbetur i është konvertuar në shërbim prove. Sidita Kopliku është dënuar me 1 vit e 6 muaj burg, por sërish për shkak të gjykimit me procedurë të shkurtuar, ky dënim i është ulur dhe konvertuar në punë të mirë publike. Jetmir Llapaj është shpallur i pafajshëm.